Ndërkohë që jo vetëm analiza, por edhe sinteza krejt pas pak në politikon pjesën e dytë, Gjini na presin kolegët të cilët Megi na sjell në transmetim të drejtë për drejtë. Presoj se ka shumë zhvillime në rrafshin politik dhe po e shohim që në prapasken Halil Matoshi, Kosov Gjoci, Adrian Çollaku dhe të tjerët duke na ndjekur do të na bashkangjitën krejt pas pak për të folur mbi situatën aktuale në gjitha taborët politike, kur është nxehur gara në shumë drejtime të ndryshme. Zoti Gjini, edhe njerë faleminderit shumë. Edhe do të ritakohemi përsëri këtu në studio, në variantin kur do të mund të elaborojmë dhe të nxehemi edhe pak më shumë. Provoni me marrë këtë kandidat për kryeministër në debat. Kishme qenë fantastike, edhe nuk... Bëj edhe një thirrje në këtë pjesë përfundimtare. Ja, Gjini është i pari. Le ta regjistron Shqipja edhe portali edhe Facebooku, TikToku. Bile dhe Viktor Buzhala mund të nxjerrë në TikTokun e tij. Që po tregoj çka po mendoj për këtë punë. Adrian Gjini është i pari që po i bën thirrje kandidatëve për kryeministër. Unë besoj që po ndërtohen njerëz, po glorifikohen për stepërmi, edhe po mendojnë që janë tepër të mëdha e tepër të rëndësishëm me dalë në debat. Shikoni, kjo pak ka të bëj edhe me ato se qysh e perceptojmë na demokracinë, qysh dikush e percepton demokracinë. I keni pa liderët më të mëdhej të vendeve, më të mëdheja të botës, dalin në debat me gjithkon. Këtu të na dhe qysh ju do këtë vetja që... Ne jemi ma të rëndësishëm. Po nashta e kalumja jonë, se nismë ju do këtë vetja që në bo si Tito, si Enveri, si dikush që kur shemon sfidën e pastre ka, duhet me dalë me ublu me zvetin debat, me tregu që besojnë. Kush është debatus më i mirë nga kundërkandidatët sipas teje, nga ato çfarë kemi? Ardiani. Jo, nga kundërkandidatët. Unë nuk i di ata Ardiani është. Ama je i gatshëm të ballavazosh me Kurtin e me gjithë. Nuk besoj që kanë shumë qef me debatu me mu, po që po i sfidoj edhe pak. Po mendoj që pritojnë me debatu me mu. Do t'ja u bëj pyetjen edhe atyre, absolutisht. Gjini, faleminderit edhe një herë.